kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbush tetra e bar. Nana ime dashur, përshëndes me ma. Bahunan e fortë, mos qit lodha sy, ma i fortë se burgu, është bo djali yt. Edhe pse kët letër, po e shkruj nerësi, gëzohem që lexohem dritë Kosovës mirë. Më shkrim t'i vendos lule o se po besoj që Esia thash më surprizor në shërsi. Vekimet e Zotit si jeni. Edhe për ju Esini nderuar si si kalove. Faleminderit shumë. Jeni din. Falenderoj sa dërin që na bëri këtë përgjigje, që nuk e di që u di ato. Tani pas vekimit tuaj. Po e informova në jetin më herët, edhe po besoj që... Më duke se ka ndarë kështu tash për t'ju penguar. Ja, s'ka problem. Vendosim lulet pas... Ti vendos dhe ajti lulet edhe po. Akrisën me pushknan, krushit e liris, apa dasëm t'madhe, zemër shqiptaris. Ata që t'jerdin gjaku për atë. A u punora, dëshmorve në vare, Qofsim paruar. a je hojnë Kosovë, ka nga jonë Lavditja dhe mjashtarë. Deshti Zoti nane, e gjeta një që kjo cope letrë. Lavdi gjithë dëshmorëve ata që kanë dhënë gjakin për adhesh në thonin nuk kanë vdekur për kanë linë. Kanë linë për sëri. Shumë bukur e kemë qështë. Veç m'kushtojnë anë zemra, me ta Dy fjalë të shkop edhe mos i takume edhe me që është vizita jote e parë zyrtare në vendin tonë të shenjtë, se kjo është vendi i shenjtë për neve shqiptarët. Për të gjithë ne, për shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, patjetër ne kemi besimin te Perëndia te Zoti, edhe kemi vendet tona të shenjta ku shkojmë edhe i falemi Zotit. Por mendoj edhe besoj që për ortodoksët ky është varri i shenjtë. Për muslimanët, kjo është Meka e shenjtë, sepse këta janë njerëz që dhanë gjithë shka që kishin, nuk flasin vetëm për pasurinë, po flasin edhe për jetën e tyre, edhe për gjakun e tyre, dhanë gjakun e tyre për këtë vend. Dhe kjo është mësimi më i mirë që japim ne politikës. Absolutisht. Që të punojnë me ndershmëri për këtë vend, që të cilët të tjerë dhanë jetën edhe derdhjen sot. Amin. Në erdhme që jemi këtu pranë në orët të komandantit legjendar, kisha pas dëshirë para se me vizitu kompleksin memorial të komandantit legjendar Adem Jashari, një mesazh për pse jo edhe për politikën shqiptare që të bëhen bashkë edhe ta marrin si model unifikues edhe komandantin legjendar Adem Jashari, i cili i bëri bashkë gjithë në luftë. Edhe vetëmja gjithë që mund të them është që pas vjetëja seriosë të cili me dasmërinë e Lezhës unifikoi gjithë projekt arbërore në 2 mars të 1424, shembulli dhe sakrifisa të dha Adem Jashari është unikal në botë. Dhe gjithë shqiptaria, nga politika e dhe tek njeriu më i thjeshtë në shqiptari, kanë çfarë mësojnë.